Kafshët kanë probleme të ndryshme shëndetësore, ashtu sikurse edhe njerëzit. Të kujdesesh për to nuk është as pak e lehtë, sepse duhet i mësosh rregullat e një vizite mjekësore. Kësaj radhe kemi vendosur t'ju tregojmë se duhet të përgatitet kafsha për të bërë radiografinë. Radiografia do të mundsonte gjetjen e shpejtë të problemit shëndetësor që ka kafsha. Mjekja veterinere Matilda Ferra na shpjegon detajet e realizimit të radiografisë. Ndodhemi në dhomën e grafisë, si shumë ekzaminime të tjera të cilat kryhen në spital, kemi dhe radiografinë. Çfarë mund të ekzaminojmë te kafsha me anë të radiografisë? Atëherë mund të kemi frakturave të gjymtyrëve, dëmtime të kockave, mund të kemi probleme në rrugët frymarrjes, probleme në aparatin tretës, në aparatin urinar, të cilat shumë mirë mund të ekzaminojmë me anë të grafisë. Gjithashtu dhe nëse kafsha, domethënë gëlltit në një objekt, të cila ndodh shpesh, dhe ajo mund të shihet, domethënë mund të konstatohet gati 100% me anë të radiografisë. Bërja një radiografi e bëhet vetëm atëherë kur ka ndonjë problem, apo duhet të bëhet çdo 6 muaj, çdo 3 muaj, apo nuk ka? Atëherë radiografinë në shumicën e rasteve e bëjnë nëse kafsha ka ndonjë problem, shohin diçka, por janë të rralla rastet të cilat vinë domethënë për ta parë kafshën se si është, sepse janë rrezet të cilat i merr kafsha. Matilda na shpjegon eksaktësisht problemet që kanë hasur te kafshët që tashmë e kanë bërë radiografinë. Pasi ndodh ekzaminimi radiografik, procedohet me ndërhyrjen kirurgjikale. Ju keni bërë tashmë disa radiografi që ju do na tregoni. Janë të sotmet që kemi bërë. Mund na tregosh njëra? Atëherë kjo është në kavitetin abdominal. Kafsha domethënë kishte ngrënë kocka dhe ne i kryem një operacion që me anë të grafisë doli shumë mirë. Kjo është një grafi mbas operacionit. Nëse e shihni, zorët tregon jashtëzakonisht mirë këtu dhe shifen që janë mirë. Më përpara kishin ngrënë kocka dhe kishte bllokim të zorëve. Por nëse një kafshë del me probleme, është e detyrueshme më pas do bërja edhe operacioni? Varet nga problemet. Zakonisht dëmtimet e gjymtyrëve, frakturat shkojnë tek operacioni. Pastaj nëse kemi probleme në rrugët e frymarrjes, që mund të jetë domethënë me anë pneumoni, e cila duket zakonisht mirë me anë të radiografisë, ajo është me anë të medikamenteve që shërohet. A është e vështirë bërja një radiografi mbi trupin e kafshës? Është e vështirë sepse kafsha lëviz shumë. Por në shumicën e rasteve, nëse është kafshë urtë, ja bëjmë shumë mirë pa nevojën e trankulizantëve. Por nëse kafsha lëviz shumë, duhet një anestezi e lehtë, e cila domethënë që të shohim më mirë radiografinë. Këtu kemi një radiografi të një pitbulli, e cili kishte dëmtyrëve të gjymtyrëve të pasme. Ai ishte 2 muaj dhe klienti që kur e kishte marrë kishte këtë dëmtim dhe ne i bëm një radiografi dhe pam që dëmtimi nuk ishte i lindur, por ishte një dëmtim që ishte bërë nga që mund kishte probleme të shumta. Kafsha tani është fashuar dhe i ka domethënë të dyja gjymtyrët në fashim, me mundësi për rekuperimin e tyre. Kjo është qeni që ju tregova edhe pak më përpara që ne operuam sot. Dhe kishte probleme me kishte ngrënë kocka dhe si shohim edhe në grafi duken qartë kockat në zonën në abdomen, gjithashtu dhe në zorë, e cila kishin bllokuar komplet zorën dhe kafsha nuk defekonte fare, gjithashtu kishte të vjella. Ndoshta njerëzit ende nuk e dinë rëndësinë e vizitave mjekësore që duhet të realizohen te kafshët, por mjekët veterinerë shprehen se nëse i kushtoni kafshëve rëndësinë e duhur, ato do të gëzojnë shëndet të plot. Ndodhemi në vendin në cila bëhet radiografia, këto janë aparaturat, këtu vendoset është tavolina e vendosjes së kafshës, këtu vendoset kafsha, kjo është aparatura e cila mund ta lëvizim. Mund ta lëvizim në momentin për shembull varet në cilin pozicion mund ta kemi më mirë për veten tonë. Këtu domethënë në dhoma në cila bëhet ekzaminimi. Pas kemi larjen e filmit, e cila kryhet në këtë aparaturë. Atëherë kjo është makineria në cilat lahet filmi, futet në këtë pozicionin këtu dhe del nga ana tjetër. Kjo zgjat zakonisht 5 minuta. Nuk zgjat më shumë, e bën makineria komplet procesin. A ka ndonjë vështirësi bërja radiografisë ju në punën e përditshme, hasni ndonjë problem? Zakonisht është pozicioni i kafshës, e cili domethënë është problem, sepse kafshët nuk rrinë.
Kjo është domethënë një nga problemet kryesore në bërjen e radiografisë.